Në qytetin e Shkodrës kanë bërritur gara traili off-road, ku marrin pjesë pilot nga Italia por dhe nga Shqipëria. Ka qenë kryetari i Bashkisë së Shkodrës Ridvan Trashani, ai i cili në emër të Bashkisë Shkodër i ka uruar mirëseardhjen, ndërsa ka theksuar këtë aktivitet, i cili shërben në zbulimin e perlave natyrore që gjenden në veri. Ky aktivitet zhvillohet në kuadrat e turneut të motosportit Raduno Albania Off-road dhe ne vlerësojmë maksimalisht organizimin e këtij aktiviteti, duke falendëruar organizatorët dhe gjithë bashkëpunëtorët që e bën të mundur një gjë të tillë, sepse nëpërmjet tij është e mundur të transmetohet ndryshimi i Shqipërisë, ndryshimi i Shkodrës, mundësitë për të bërë turizëm në Shqipëri dhe në Shkodër, mundësitë për të njohur akoma më shumë atë çka është në Shqipëri dhe në Shkodër. Ne dëshirojmë t'ju konsiderojmë si ambasador të turizmit, ambasador të kulturës dhe miq të Shqipërisë dhe të Shkodrës. Nga ana tjetër, konsulli italian në Shkodër Roberto Andreotti ka kërkuar që pilotët italian, pasi të vizitojnë zonat e thella malore, ti promovojnë ato në shtetin fqinj të Italisë. Soprattutto il comune di Scuderi e il consolato stanno lavorando per far crescere il turismo in questa zona. Ne jemi duke punuar për të rritur turizmin në këtë zonë, si me zonën e Shkodrës edhe me komunat të rreth. Gjithashtu sepse kjo në një farë mënyrë është themi që është një zonë e pazbuluar ende. Atëherë këto organizime të tilla janë të mirë se ardhura dhe ju si shtati Zoti Trashani duhet jeni ambasador të turizmit shqiptar. Tu ka shumë për të zhvilluar ende dhe shumë gjëra për të parë. Atëherë do duhet bëjmë kalimin e fjalës nga njëri tek tjetri në mënyrë që kjo të jetë një nga shumë e vendet e ardhshme. Terreni i thyer malor si dhe natyra e virgjër e bëjnë Shqipërinë një vend ideal për të eksploruar nga të pasionuarit e garave rally. Në mitingun ndërkombëtar off-road, pilotët për 8 ditë me radhë do të bien për qark Shqipërisë me makina tip Forestrat, të përshtatura posaçërisht për terrenet malore. Qëllimi i këtij mitingu me tipar shëtitës është promovimi i bukurive natyrore shqiptare për turistët italian.